Shikojnë që tani portieri i ekipit Gilbert, Vozina, fitoi më shumë se 1.5 milion ndjekës në Instagram, pasi performoi heroikisht gjatë ndeshjes së vendit të tij kundër Spanjës në Kupën e Botës. 40 vjeçari luajti në mënyrë të admirueshme, teksa kombëtari i tij fitoi në barazimin 0-0 me Spanjën, e arriti një barazim, domethënë, dhe veterani pati një performancë të jashtëzakonshme. Ky luan futboll në ligën e dytë portugeze te Chaves dhe pritet të ketë një ortik ndjekësish pas ndeshjes. Llogaria e tij në Instagram kishte arritur 350.000 ndjekës, ndërsa tani numëron 2 milion, sepse i uli qepenat e Portës. Tash të bëhet çat bëhet. Si? Tash të bëhet çat bëhet. Po do dalë Spanja, shikojnë çik. Spanja, Kebi Gjelbër, Uruguay, Arabia Saudite. Shikoj, nuk është fjala për të dalë. Po për qa? Nuk bëhet fjala. Unë është për motej, s'është, më ky është ekip, ky është grupi më i lehtë. Besoj me këto rezultate kam frikë se nuk ka pasur gjumë të shumë njerëz në këtë planet. Kompresa me ujë ftohtë, akull. Shikoj, gjithmonë kampionatet, unë po i shikoja këto rezultate dhe kampionatin tjetër që u bë para këtyre viteve. Këto ndeshjet e para gjithmonë kështu kanë shku. Iksa, edhe kështu domethënë surpriza. Po të pyes për kompresat, Arjan, për kompresat, më përgjigj pyetjes. Kompresa me ujë ftohtë si flen tani njerëzit, se është dhe vap mbas këtyre rezultateve. Tash i varet se si e kanë motivuar vetëm me rezultatet, unë fli rahat plako, s'kam nevojë për kompresat për gjë. Nuk flasim. Po marrë vetëm time që është ndjer futbollin. Po them ty në rregull fli, puna jote, po unë po them shumë nuk i zë gjumi me këto rezultate. Tani çfarë them, shkojnë të marrin një recetë që ta lehtësojnë gjën e vet, çfarë ti them? Ja ku është statistja, ja jep recetën, edhe marrojnë puna. E Brazilit nuk ka zënë gjumi nga barazimi, por që edhe u mërzita shumë, ha? Mërzita. Po kë ekip Brazilin? Po, atë simpatizoj dhe suportoj, sepse duke qenë që është edhe Ancelotti ka bërë, domethënë, e ka munduar që t'i heq pak ato tiki-taka, ta bëj pra pak më të në pjesën e mbrojtjes, nuk mendoj që dha diçka më rezultative, më finalizuese. Shumë sa në Maroku bëri Brazilin. Po, ishte drejt, dominoi pak më shumë se ç'duhet, por që unë prap kam besim sepse ai është ekipi i zemrës time dhe do t'ja dalë deri në fund. Shpresojmë. Olzi, çfarë ka surprizuar më shumë në këtë në këto 5 ditë e para? Me thënë drejtën nuk është se i kam pas gjitha ndeshjet, por nuk jam as pak i surprizuar nga Maroku, sepse Maroko është një nacionale shumë e fortë, ADN-n e ka franceze, sepse është koloni franceze, po ta shohim atë me shorin e qendrës 18 vjeçarin ka luajtur me U21-shin e Francës. Franca është aq kompletuar sa që e lën të lirë një yll të ardhshëm futbollit evropian. Dhe ka pas surpriza, po surprizat tani ndodhin sepse të gjithë dinë të stërviten, të gjithë dinë të analizojnë, të gjithë dinë të mbrohen, dhe po ta shohësh ekipet që janë mbrojtur, që kanë vuajtur, kanë marrë një barazim shpresë ose kanë shënuar një gol shpresëdhënës si Kuroçava, që ishte një impuls sa e zgjoi Gjermanin nga gjumi. Brazili nuk është më ai Brazil që ne jemi mësuar, duke pasur që të përbërja, një përbërje që për mua lë pak për dëshiruar. Çfarë nuk ka samba, nuk ka klas, nuk ka lojtarë që bëjnë diferencën? Ka një trajner të jashtëzakonshëm, ka një trajner të aftë, një trajner me mentalitet fituesi. Besoj se përbërja nuk e ka me mentalitet fituesi. Po të shohësh edhe disa lojtarë kanë kryer ciklin e tyre, si Casemiro dhe me shok. A ka bashkim kimik midis italianit dhe brazilianëve? Shiko, shkollat janë parafru, se po flas para trajnerit. Jo, s'ka problem. Shkollat janë parafru. Këto ndjekin gjitha këto formatet që janë me formulat të gatshme nëpër këto Corviciano. Corviciano për shembull ti ke edhe italian, edhe Kylian, edhe kështu, domethënë marrin ato, si thosh, por sigurisht është individuale loja, por edhe ke Brazili, me ashtu unë mendoja shumë dhe kisha shpresë që Ancelotti do bënte diçka. Kisha shumë shpresë që do bënte diçka, dhe ai ishte mundu. Shikoj, herët e tjera Brazili ka qenë gjymva, pa asnjë lloj kështu kontrolli në ndeshjet e tjera. Hate gol, bote gol, domethënë komplet, kurse këto rrallë ishin konsekvent, më racional. Dhe prysë ishte ekipi mirë, prysë s'po lut, apo jo?
Pikërisht, pra ne them që Brazili kishte një barometër shumë të lartë koeficient vështirësie si ishte Maroku. Se nëse do kishim një nacionale surprizuese siç është ekipi i Gjelbër ose Haiti ose Curaçao, Brazili nuk do kishte vështirësi. Vizhi, që me kë je këtë World Cup? Po, kam shpresuar shumë tek Spanja, diçka me Argjentinën, megjithëse di që nuk do ndodhë mrekullia për herë dytë. Po përsa i përket Brazilin historikun e tij, pra se unë jam tifoz i Brazilit. Po, jam tifoz i Brazilit, kam ndjekur edhe historikun e tij. Ke qenë në Brazil? Jo kurrë. Kam dëshirë të shkoj. Kështu që mund të organizohem më shpejt. Qa muaj do të shkosh? Po për karnaval. Vera për ndihmë. Karnaval. Vera ka gjithmonë. Jam dakord, pyetje bërë. Mund ta bëj ftesë ty të ikim bashkë. Po si tu dyer se e la emisionin. Për Brazilin e la emisionin. Ja. Pra asnjë. Asnjëherë nuk lihet kurr.